Federata Shqiptare e Arteve Marciale Mikse ka marrë pjesë nga data 7 deri në 10 maj në kampionatin ballkanik, i cili u zhvillua në Beograd të Serbisë. Federata njofton se ka përfunduar me sukses pjesëmarrjen ku ekipi shqiptar zhvilloi paraqitje shumë dinjitoze dhe arriti rezultate të rëndësishme në arenën ndërkombëtare. Në këtë kampionat morën pjesë mbi 150 sportistë nga 12 shtete dhe ekipe ndërkombëtare, ku u zhvilluan mbi 120 ndeshje zyrtare. Ekipi shqiptar ka arritur të fitojë 4 medalje gjatë këtij turneu. Alkeo Bici ka marrë një medalje argjendi në Youth A, 65.8 kg. Jorik Daci arriti të siguronte Shqipërisë një medalje bronzi në kategorinë junior, 70.3 kg. Renis Hysa gjithashtu mori një medalje bronzi në kategorinë Youth 67 kg. Noel Ndrecaj po ashtu u largua nga turneu me një medalje. Ai mori një medalje bronzi në Youth 72 kg. Gjersi Aliu në debutimin e tij ndërkombëtar arriti të merrte vendin e 5 në Youth A, 65.8 kg. Përtej rezultateve sportive, kjo pjesëmarrje pasqyron vlera të rëndësishme si disiplinë, respekt, vetkontroll dhe sakrificë, element thelbësor për edukimin dhe formimin e të rinjve shqiptar. Shqipëria vazhdon të ngrejë flamurin kuqezi në arenën ndërkombëtare të MMA. Pakistani ka lënë të hapur mundësinë që Turqia dhe Katari të bashkohen një pakt i ekzistues bashkëpunimi mbrojtës me Arabinë Saudite, pasi lufta e vazhdueshme midis Shteteve të Bashkuara dhe Iranit ndikon ekuilibrat gjeopolitik në lindjen e mesme dhe Azinë Jugore. Sipas një raporti të Bloomberg, ministri i mbrojtjes i Pakistanit, Asif, tha se konsultimet përkatëse janë në fazën përfundimtare dhe se marrëveshja mund të zhvillohet në një kuadër më të gjerë rajonal të sigurisë. Zhvillimi vjen në një kohë tensionesh të larta në rajon, me luftën SBA-Iran që kanë ngritur shqetësime në lidhje me sigurinë energjetike, rrugët tregtare detare dhe stabilitetin e përgjithshëm në lindjen e mesme. Pakistani kohët e fundit është shfaqur si një ndërmjetës diplomatik kyç gjatë kësaj krize, duke lehtësuar kontaktet midis Washingtonit dhe Teheranit, ndërsa bën thirrje publikisht për ulje të tensioneve dhe dialog. Nëse Katari dhe Turqia gjithashtu i bashkohen marrëveshjes ekzistuese, ky do të jetë një zhvillim pozitiv, tha Asif në intervistën televizive të hënën. Sipas Bloomberg, ministri pakistanez argumentoi se qëllimi i iniciativës është të krijojë një platformë më të gjerë për bashkëpunim midis vendeve me të njëjta mendime, të ashtu quajturës NATO islamike, me qëllim forcimin e stabilitetit rajonal dhe sigurisë kolektive. Arabia Saudite dhe Pakistani nënshkruan një marrëveshje strategjike mbrojtjeje në shtator 2025, e cila përcakton se çdo sulm ndaj njërit vend do të konsiderohet si sulm ndaj tjetrit. Të dy vendet kanë rritur bashkëpunimin ushtarak dhe mbrojtës, pasi sulmet hakmarrëse iraniane ndaj objektivave në rajone përshkallëzuar më tej krizën. Muajin e kaluar, një kontingjent ushtarak pakistanez mbërriti në bazën ajrore të mbretit Abdulaziz në Arabinë Saudite si pjesë e operacioneve të përbashkëta ushtarake dhe iniciativave rajonale të sigurisë. Një zgjerim i mundshëm i marrëveshjes për të përfshirë Turqinë dhe Katarin do të bashkonte disa nga shtetet më të fuqishme muslimane të rajonit në një kohë kur aleancat rajonale po riformsohen nga lufta dhe pasiguria gjeopolitike në rritje.